Lavdi Perëndis, sot të mblodhem në shërbesën e himnit akatist në erën e tretë ose në stancën e tretë, siç e dëgjuam dhe kemi thënë dhe herë tjera, kjo është një nga poezitë më të bukura, më të mrekullueshme. Drejtuar të shendës përmbi shendës Virgjëreshës Hylincës Mari dhe tregon pasurinë teologjike që ka Kisha Ortodokse. Do dini se troparet e Kishës Ortodokse, pra ato që lexohen ose këndohen nga psaltët, brenda tyre kanë teologji. Pra Kisha ka gjetur një mënyrë të thjeshtë, shumë komunikueshme, që teologjia që është e vështirë, se është filozofia më e lartë, është dituria që zbret prej Zotit, dhe njeriu toksor, mishor, e ka të vështirë, siç i tha dhe Zoti Nikodemit. Ne flasim për gjëra toksore si merr vesh, po të flasim për qiellore, nuk do t'i kuptoni fare. Por me anë të Shpirtit Shenjtë, Kisha të gjitha këto mësime teologjike, kristologjike, mariologjike, i vendos nëpërmjet këtyre himneve, me anë të muzikës, që këto të hynë në mënyrë harmonike, të lehtë, të pranueshme në psiqikën tonë. Edhe neve t'i dëgjojmë, t'i mësojmë këto himne, këto këngë, dhe duke i thënë, jo vetëm që të gëzohemi, sepse njeriu kur këndon gëzon, dhe gëzon dhe këndon së bashku, por edhe të kuptojmë nga himnologjia këto të vërteta teologjike, si për Zotin Krisht, por dhe për Virgjëreshën Mari. Ajo çfarë unë do të ndaloj është një shprehje që ne e dëgjuam. Gëzohu o porta, o dera e mbretërisë së Krishtit. Gëzohu shpresë e të mirave ta mshuara. Shikoni se kjo fjalë ka një kuptim të jashtëzakonshëm, shumë të thellë, që ne mund të rrim këtu me orë të tëra. Por si ti kuptojmë këtë? Perëndia krijoi në fillim kopshin e Edenit, kopshin e kënaqësive, ku njeriu, Adami dhe pastaj me Evën, rinte në atë kopësht dhe kënaqej me prezencën e Zotit dhe me gjitha mirat e atij kopshi. Kjo është arsyeja që njerëzit, edhe pse jetojnë në shtëpi luksoze, nuk kanë shumë dëshirë të rinë aty, por duan të shkojnë në natyrë. Madje edhe kur janë në ato shtëpitë e tyre në qytete, improvizojnë kopshte, sepse njeriu është krijuar që në fillim që të rinë në një kopësht, të ketë lule, të ketë pemë, të ketë aroma, dhe të kënaqet me ata harmoninë, jeshillikun dhe me bukurinë e kopshit, sepse kështu na krijoi Zoti. Dhe çështja është se nga kopshi i Edenit ne dolëm përjashtë. Nga dolëm përjashtë, nga mëkati. Po kush mëkatoi i parë? Mëkatoi fatkeqësisht gruaja. Sepse ëngjëlli i rënë nga parajsa e usfori gjeti pikën e dobët të njerëzimit, të njeriut. Gjeti gruan. Pse gjeti gruan? Sepse Zoti krijoi në fillim krijoi burrin. Dhe burrit i tha që ha nga gjithë pemë të kopshit, po mos ha nga pema e të mirës dhe të keqes. Dhe kur Zoti krijoi gruan Adamit, atëherë Adami ja tha këtë urdhër gruas, dhe ajo duhet i bindej burrit dhe burri duhet i bindej Zotit. Ky ishte rregulli që vendosi Perëndia. Edhe djalli e dinte këtë. Prandaj shkoi te gruaja, e tundoi gruan. I tha gruas që po të hash, ti do bëhesh e pavdekshme, ti do bëhesh perëndi, po do bëhesh dhe përpara burrit tënd. Edhe gruaja e parë Eva ra në këtë grask, në egoizmin, dëshirën për të bërë perëndi pa perëndinë, por për të sunduar dhe burrin e saj. Dhe hëngri nga fruti, dhe ja dha edhe burrit. Burri u tregua i dobët. Ai e dinte porosinë e Zotit, por nga që i pa gruan dhe tha, do mbas gruan, do mbetem pa grua. Atëre tha, më mirë gruan se sa Zotin. Kjo dobësia e burrave. Edhe humbi edhe veten, humbi edhe gruan, humbi edhe kopshin e Edenit. Dhe si thot Shkrimi i Shenjtë,
dhe mëkati erdhi prej gruas. Dhe prandaj gruaja u mallkua, siç na thuhet në shkrimin e shenjtë, që Zoti i tha, për këtë që bëre, që dëgjove gjarprin, unë do t'i shtoj dhimbjet e lindjes. Dhe nga dëshira që do kesh për burrin, burri do të tiranizoj, do të sundoj, do të mundoj. Këtu fillon gjithë ajo prishja e harmonisë burrit me gruan, që e shikojmë dhe sot e kësaj dite, që burrat i sundojnë gratë, janë të dhunshëm me gratë, por dhe gratë i mashtrojnë burrat. Dhe ka një konflikt. Dhe mendojnë se kështu i ka krijuar Zoti. Nuk i ka krijuar Zoti. Nuk e krijoi Zoti kështu burrin dhe gruan, por e krijoi që ata të kishin dashuri dhe harmoni me njëri tjetrin. Por ishte mëkati që erdhi nga gruaja dhe shkoi dhe u pranua nga burri që e prishi këtë harmoni. Por Perëndia nuk e braktisi njeriu. Ai dha një premtim. Nga fara e gruas tha, do dali një djalë, do lind një djalë që do t'ia shtypi kokën gjarprit. Dhe ai do t'i kafshoj thëmër. Kjo është profecia e parë, ose lajmi i mirë i parë, ungjilli i parë që u tha në kopshin e Edenit. Që nga gruaja, nga ajo që u bë shkaktare e mëkatit dhe vdekjes, nga ajo prap do vinë shpëtimtari dhe do vi jeta. Dhe kaluan shekuj e shekuj, dhe shumë gra, duke filluar që nga Eva, por dhe të tjera mbasaj, mendonin se ajo do ishte gruaja, por nuk ishte ajo gruaja, sepse vdiqen ato, vdiqen dhe fëmijët e tyre. Por mbasi erdhi koha, Perëndia zgjodhi një grua, një vajzë, Virgjëreshën Mari, dhe i dërgoi kryeëngjëllin Gabriel, dhe i tha ato fjalë, gëzoj i plote, Zoti është bashkë me ty, dhe i tha, je bekuar mbi gjithë grave, dhe për te do të lindë shpëtimtari, që vjen nga fisi i Davidit. Dhe Virgjëresha Mari, ndryshe nga Eva që i tha po ëngjëllit të rënë, ajo me porursi i tha po kryeëngjëllit Perëndis. Dhe si tha ato fjalë, ja shërbëtorja e Zotit u bë sipas fjalës sate. Në këtë moment, biri dhe fjala e Perëndis zbriti nga qiejt, i uli qiejt dhe u fut në mitrën e saj, në gjirin e saj, dhe filloi të bëhet njeri. Këtu fillon shpëtimi ynë. Prandaj Virgjëresha Mari u bë porta për tyr përsëri, jo thjesht në kopshin e Edenit, por në mbretërinë e Zotit. Prandaj këtu quhet ajo porta. Edhe neve nuk shkojmë te Krishti drejt për drejt, por si shkojmë me ndërmjetimet e Virgjëreshës Mari dhe të shenjtorëve. Çfarë thot kisha? Si lutet kisha? Me ndërmjetimet e lincës, o Perëndi, mëshirona dhe shpëtona. Pse? Se ajo është dera. Kur duam të hyjmë në një vend do të hapim një derë, dhe dera për të hyrë në mbretërinë e Zotit, për të takuar me Zotin, për të qenë me Zotin, është Virgjëresha Mari. Prandaj dhe gjithmonë në përikona ajo paraqitet duke treguar me dorë nga biri i saj. Kjo është pra arsyeja që neve e lusim atë, e nderojmë atë, jemi mirënjohëtës së saj, sepse është ajo që ndryshe nga Eva, ajo na futi në parajs. Si? Me përullsinë e saj, me bindjen e saj, me vetmohimin e saj, dhe u bë nëna e Zotit, duke ngritur figurën e gruas, që të heqi mallkimin gruaja, dhe cili bekimin gruaja, dhe kështu çdo vajzë, çdo grua, çdo nën duhet ketë shembull atë, që Virgjëreshën Mari, që të vijë në shtëpinë e saj, tek burri i saj, tek familja e saj, të sjellë fjalën e Zotit. Gratë ka një rol të jashtëzakonshëm, gratë e krishterë, sepse ato, si Virgjëresha Mari, duhet i thonë po Zotit, dhe ato duhet sjellin bekimin, ato hapin derën e parajsë në shtëpinë e tyre. Prandaj, dhe lutja e parë që dëgjon Zoti është lutja e gruas, është lutja e nënës. Dhe kjo është arsyeja që gratë dhe nënat duhet të luten që Zoti t'i bekojë shtëpitë e tyre, familjet e tyre, fëmijët e tyre, nipat dhe mbesat e tyre, dhe jo vetëm familjen e tyre, por gjithë shoqërinë, sepse nëpërmjet gruas, nga Virgjëresha Mari erdhi shpëtimi dhe u hap dera e parajsës. Amin.